Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Sot fillojmë leximin e librit të 2 të Kronikave. Do të lexojmë pjesë prej 6 kapitujve të parë, edhe pse ne kemi përfshirë plot 27 kapituj, sikurse kemi shpjeguar herën tjetër. Leximin e tekstit e bën Antoneta Bekaj nga Krusheva e Madhe në Klin, kurse katekezen Petri Kalamen nga Bilishti, famullia e Korçës. Ta shpjegojmë para se të lexojmë tekstin strukturën letrare dhe teologjike të librit të 2 të Kronikave. E kemi thënë tashmë, libri 2 të Kronikave, por edhe libri i parë, këto dy libra fokusohen mbi të gjitha në mbretërinë e Judës. Mund ta ndajmë në 2 pjesë kryesore. Pjesa e parë përfshin kapitujt 1 deri në 9, kurse pjesa e dytë përfshin kapitujt 10 deri në 36. Pjesa e parë 1 deri në 9 përshkruan mbretërimin e Salomonit, kurse pjesa tjetër historinë e mbretërisë së Judës pas vdekjes së Salomonit. Pjesa e parë, pra mbretërimi i Salomonit, kapitujt 1 deri në 9. Kjo pjesë përshkruan periudhën e lullëzimit të Izraelit, që është kombi i bashkuar, siç ka dëshirë të theksoj kronisti, një komb i vetëm që si komb mbahet në këmbë prej tempullit të Jerusalemit. Kjo në kuptimin që tempulli është faktor i bashkimit të kombit. Në këto kapituj lexojmë tregimin se si Salomoni e ndërtoi tempullin, dhe në përfundimin e këtyre kapitujve lexojmë edhe për vdekjen e Salomonit dhe pra për përfundimin e karrierës së tij si mbret. Kapitulli i parë tregon se si Salomoni kërkon urti prej Zotit, por Zoti jep përveç se urtisë edhe pasuri e fuqi. Kapitulli 2 deri në 4 tregojnë përgatitjet dhe vetë ndërtimin e tempullit në Jerusalem. 5 deri në 7 tregojnë kushtimin e tempullit, që përshkruhet si zbritje e lavdisë së Zotit në Jerusalem. Gjejmë këtu edhe lutjen e famshme të Salomonit, që kemi parë dhe lexuar tek kapitulli 8 i librit të parë të mbretërve. Kemi lexuar pjesë prej saj. Është një lutje paralele që merr motive prej atje. Gjithashtu, kapitujt 8 deri në 9 përfundimisht përshkruajnë arritjet tjera të Salomonit, sikurse është për shembull vizita e mbretëreshës së Sabës, që e gjejmë edhe te libri i mbretërve, kapitulli mbreti i librit të parë të mbretërve, dhe te kapitulli 9 i librit të 2 të Kronikave përfundon kjo pjesë me lajmin e vdekjes së tij. Pjesa e dytë, historia e mbretërve të Judës, janë kapitulli 10 deri në 36. Pas vdekjes së Salomonit mbretëria ndahet, por libri i 2 të Kronikave nuk merret as pak me mbretërinë e Veriut, nuk I intereson asnjë fije, e injoron historinë e mbretërisë së Veriut në krahasim me librat e mbretërve. Përshkruan mbretërit e Jugut dhe I cilëson në bazë të besnikërisë së tyre ndaj Zotit, gjë që faktikisht e bën edhe librat e mbretërve. Kapitulli 10 deri në 12 tregojnë rebelimin e 10 fisëve dhe mbretërimin e Jeroboamit. Ishte koha kur bashkimi I kombit është në krizë të madhe dhe faktikisht ndodh ndarja e tij. Kapitulli 13 deri në 16 përshkruajnë sundimin e 2 mbretërve, të mbretërit Abija dhe të mbretërit Atsa. I kishim parë këtë histori edhe tek libri I 2 I mbretërve. Kapitulli 17 deri në 20 tregojnë mbretërimin e Jozafatit. Është një periudhë që përgjithsisht konsiderohet si kohë qetësie. Kapitulli 21 deri në 24 tregon sundimin e mbretërve Joram, Ahazia, Atalia dhe Joac. Pastaj kapitulli 25 deri në 28 tregojnë sundimin e mbretërve Amasia, Uzia, Jotam dhe Ahaz. Ahaz, sipas kronistit, konsiderohet si mbret shumë ndars, sidomos për arsye të apostazisë së tij. Kapitulli 29-32 përshkruajnë sundimin e Ezekis, përshkruajnë këto reformat kryesore shpirtërore. I kemi parë një fije edhe tek libri 2 I mbretërve. Rihapet tempulli pas shkatrimit, festohet Pesah pas shumë kohësh dhe Jerusalemi shpëton nga Asirt. Kapitulli 33-35 tregohet mbretërimi I Manaseut, I cili ishte një mbret që mkatoi, por u pendua. Gjithashtu, këto kapituj përshkruajnë edhe mbretërimin e Amonit dhe reformat e Jozis, sikurse është gjetja e librit të ligjit që e kemi përshkruar tek libri I 2 I mbretërve gjithashtu. Te kapitulli 36 tregohet rënja përfundimtare e Judes,
mergimin e Babiloni dhe shkatrimi i tempullit. Libri i 2 Kronikave mbyllet me një shënim shprese. Tregon dekretin e Kirit, mbretit të Persisë, që lejon kthimin e popullit dhe rindërtimin e tempullit. Mund të themi se nëse librat e parë 2 të Samuelit dhe librat e parë 2 të mbretërve, pra se autori deuteronomistik dëshiron të shpjegoj pse ndodhi katastrofa e shpërnguljes, e shpjegon si mungesë të besnikërisë ndaj beslidhjes, kronisti nga ana e tij dëshiron të ngjall shpresë pas asaj traume, dhe duke rilexuar tregimin e autorit deuteronomistik, shpreson të forcojë identitetin kombëtar hebre, duke u kthyer në traditat e të parëve. Në fokus është figura e mbretit David, i cili përshkruhet prej autorit deuteronomistik me të gjitha dobësitë dhe disfatat, përfshirë edhe mëkatet. Kronisti nga ana e tij e paraqet Davidin në mënyrë ideale. Kronisti pra rishkruan historinë me terminologji priftrore dhe thekson nevojën e një ripërtrirje shpirtërore fetare të Izraelit tashmë të bashkuar. Izraeli, nëse do mund t'i përtri forcat, mund të bashkohet, mund të përtri besimin e Zotin dhe besnikërinë ndaj tij, dhe kështu të dalë fitimtar edhe në sfidat e reja që i kanosen në rrethanat e reja në të cilat ndodhen në kohën kur shkruan te kronisti. Ishte pak a shumë koha e sundimit të persianëve, ndoshta përfundimi i sundimit të tyre, por ishte edhe koha e një liberalizimi të besimit. Për këto ndryshime në traditat e hebrejve dhe për rreziqet që mund të hasnin në rrethanat e reja historike, do të flasim më gjatë për këtë periudhë të historisë së Izraelit, kur të flasim sidomos për librat e Esdrës dhe të Nehemis. Ta dëgjojmë tani leximin e parë që kemi parapar për sot. Lexim për librat e 2 të Kronikave, kapitulli 1, rrethta 7 deri në 12. Po këtë natë, hyi dëftua Salomonit, i tha: "Lyp çfarë dëshiron të jap." Salomoni u përgjigj hyjit: "Ti e përkrash shumë tim atë Davidin, kurse mua më bën mbret në vend të tij. Tani pra o Zot hyj. Plotësoj zotimin tënd që i dhe tim atë Davidit, pasi më bën mbret mbi popullin tënd të shumë që është i panumër, por si pluri i tokës, me jep dije e kuptim që të udhëhiqë popullin tënd. E një mend, kush mund ta sundojë dinjësisht një popull kaq që mas që është yti?" Atëherë, hyj i tha Salomonit: "Pasi pëlqeu zemrës sate kjo gjë, nuk kërkoj pasuri, mirëqenie e lavdi, as vdekjen atyre që të urrenin, madje as jetë të gjatë, por kërkova urtësi e dije që të mund t'i prish popullit tim, mbi të cilin të bëra mbret, të janë dhënë dija e kuptimi, por unë do të jap edhe mirëqenie e lavdi, kështu që askush ndër mbretër, as para teje, as pas teje të mos jetë i ngjajshëm në ty." Kjo pjesë që sapo lexuam paraqet një zbulim hynor, një nit gale, siç quhet në hebraisht, që Salomoni përjeton në Gibon. Është rasti kur mbreti kërkon urti. E kemi gjetur edhe tek libri i parë i mbretërve kapitulli 3. Salomoni kishte shkuar në Gibeon bashkë me gjithë asemblen dhe kishte kushtuar fli. Gjatë natës këtu Zoti i duket. Paralelin, sikur se tha, me gjejmë tek libri i parë i mbretërve kapitulli 3, rreshti 5 deri në 15, kronisti ka lënë jashtë krejtësisht tregimin e gjykimit të 2 prostitutave që e kemi komentuar tek Lexo Biblën me ne dhe që e gjejmë te libri i parë i mbretërve kapitulli 3, rreshtat 16 deri në 28. Thekson kronisti se vizita në Gibeon është publike në krahasim me librin e parë të mbretërve. Kjo gjë tregohet e libri 2 i Kronikave kapitulli i parë rreshta 2 deri në 3. Dhe shton se ushtruan atje kultin tek elterin e Besal, pra libri 2 i Kronikave kapitulli i parë rreshti 5, siç duket sipas kronistit ngjarja është pjesë e veprimtarisë së krejt bashkisë së Izraelit, jo një veprimtari personale ose individuale e Salomonit, siç është tek libri i parë i mbretërve. Rreshti 7 tregon se Zoti i tha Belaila Hahu, pikrisht atë natë, i tha Zoti kështu: "Sha'al ma eten lach." Kërko çfarë do të jap unë ty. Cila është Laila Hahu? Cila është ajo natë? Është nata pas kushtimit të flive. Zoti shfaqet pas lutjes. Tek Zanafilla kapitulli 17, Zoti duket Abrahamit
pasi që ky ka qëndruar besnik pas besimit të tij. Tek libri i parë i Mbretërve kapitulli 19, rreshtat 9 deri në 14, Zoti i duket Elis, por i duket pas një udhëtimi të gjatë. Kjo tregon se Zoti i duket njeriut kur ky sakrifikon për të me gjithë zemër, kur e bën sakrificën si një akt lutje të sinqert dhe të thellë. Shembujt e tij në Bibël gjejmë pafund. Shëal ma eten lach. Trego çfarë do të jap unë ty. Kërko çka mund të jap unë ty. Folja që përdoret për të shprehur kërkesën është sha'al, shpreh kërkesë të qartë, dëshirë, por edhe nevojë. Zoti i thot Salomonit se mund të kërkoj çfarë të doj, sepse ai është sovrani absolut, Zoti, jo mreti. Në pasurinë e tij Zoti ofron pa kufi, por kjo ofertë e Zotit është edhe provë. Njeriu duhet të ketë kujdes, do të shohim çka i kërkon Zotit në lutje. Rreshti 8 thekson hapin e parë shumë pozitiv që bën Salomoni. Tregohet falendërues ndaj Zotit i cili Zoti ka bërë chesed me babain e tij Davidin. Fjalën chesed tashmë e dim. Tregon akt mirësie të plot, pa kurrë rezervash. Cila ishte kjo mirësi? Se ka qenë besnik, ka treguar mëshirë, ka qëndruar besnik edhe në dashurinë ndaj tij. Kështu e përshkruajnë studiuesit fjalën chesed në këtë rast, sepse është, si thot Salomoni, një chesed gadol, një mirësi e madhe, një dashuri e madhe. Mirësia e Zotit ndaj Davidit është fillimi i të gjitha të mirave që Izraeli merr prej Zotit. Konkretisht mirësia e Zotit shfaqet në zgjedhjen e tij. Zoti i rri besnik Davidit edhe pas vdekjes së tij. Vëhim lahtani tahtav. Ti më ke bërë të sundoj mret, të jem mret pas ti. Pra Salomoni është mirënjohës Zotit, sepse Zoti ja ka mundsuar të trashëgoj mbretërinë e babait të vet. Kështu pra shprehet Salomoni. Kjo tregon se sipas mbretit, pozita e tij mbretërore është shenjë e besnikërisë së Zotit. Ai do të syndojë mbi një popull që është i madh, i shumt, ka afarha arec, thot Salomoni, sa pluhuri i tokës. Por sa pluhuri i tokës do të jetë pasardhësia e Abrahamit sipas premtimit që Zoti i bën patriarkut tek libri i Zanafils kapitulli 13 rreshti 16. Lexojmë atje kështu: Farën tënde do ta shtoj por si pluhurin e tokës. Ai që do të mund ta numërojë pluhurin e tokës, ai do ta numërojë edhe farën tënde. Në këtë kuptim pra Salomoni lidh mbretërinë e tij me premtimin e patriarkëve. Zoti kështu karakterizohet me një prej tipareve më autentike të tijat, me të qenurit besnik. Besnikëria e Zotit i ka rrënë të thella sipas Salomonit. Besnikërinë ndaj Davidit Zoti e ka treguar, duke mbajtur premtimin që ja ka dhënë Abrahamit, pjesët e cilit tani është edhe ai vet. Një kërkesë ka Salomoni, një lutje. Ka lutje për Chokhma u Mada ten li, me jep urti dhe dije. Sipas librit të parë të Mbretërve kapitulli 3 rreshti 9, Salomoni kishte kërkuar lev shomea, e manimen me siguri, zemër që dëgjon, zemër besnike. Në atë rast e kemi interpretuar si aftësi të dëgjoj dhe të jetë gjykatës i drejtë. Kronisti thot në krahasim me autorin deuteronomistik se Salomoni kërkoi Chokhma u Mada, urti e dije. Fjala Chokhma interpretohet zakonisht si aftësi e njohjes dhe vlerësimit të drejtë të situatës për cilën është fjala. Për shembull, studiosit e quajnë shpesh edhe mençuri praktike, njohje e mirë e etikës e quajnë disa tjerë. Tani nuk po citoj studiosit me emrat e tyre për të mos e bërë këtë shpjegim tepër të ngjeshur, tepër të rëndë. Fjala Madda nga ana tjetër tregon dije, përkthehet zakonisht njohje, thon disa tjerë, karakterizohet me njohjen intelektuale. Për shembull tek libri i Danielit kapitulli 1 rreshti 4, Danieli me shokët kishin Madda. Thot atje teksti, disa djelmosha pa tmeta, të hishëm për kahpashia, të pajisur me të gjitha dijet. Gjithashtu libri i parë i Danielit kapitulli 17, thot kështu këtyre 4 djelmoshave hyi udhëroi dije e kuptim në çdo shkrim dhe dituri, kurse Danielit i dhuroi edhe dijen e të gjitha vegimeve e të ëndrave. Edhe Isaia kapitulli 11 rreshti 2 kërkon shpirtin e Daat gjithashtu,
shpirtin e dijes. Thot kur flet për Mesin se në të do të pushoj shpirti i Zotit, shpirti i urtisë e i dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i kuptimit dhe i frikës së Zotit. Madda pra përshkruan njohuri teknike, dije sa më shkencore të mundur, do të kishim thënë ne sot me fjalorin modern. Kjo është pra dhe një gjë që kërkon Salomoni prej Zotit si dhuratë. Autori deuteronomistik preferon Lev Shomeja, që është një mençuri morale, mençuri ndoshta dhe juridike, kemi thënë tek rasti i 2 grave prostituta tek libri i parë i Mbretërve kapitulli 3. Dërsa kronisti preferon Hohma u Madda, mençuri dhe njohje intelektuale. Këto 2 variante tregojnë edhe preferencat konkrete të 2 autorëve. Autori deuteronomistik fokusohet mbi gjykimin e drejtë juridik, ndërsa autori kronikave fokusohet mbi aftësinë me udhëheq popullin me drejtësi. Kjo dije dhe urti do t'i duhet atij që ta udhëheq popullin si duhet, që nuk do t'jetë diçka e thjeshtë, sepse ky popull, e kemi thënë një herë, është një popull shumë i madh. Ki mi yishpot et amcha haze hagadol, kush është ai që mund ta gjykoj këtë popullin tan kaq të madh? Kjo është pyetja retorike pra që Salomoni i bën Zotit. Përgjigjja është askush, sepse sipas tij, populli në krye të cilit nuk është popull që mund ta udhëheqë një njeri, por vetëm Zoti. Kjo edhe sepse është populli i tij. Udhëheqësia njerëzore bazohet tek ndihma që Zoti jep. Kjo ndihmë është shumë konkrete dhe konsiston në dije e në urti. Veç me dijen e me urtinë e Zotit njeriu bëhet i aftë të drejtojë tjerët. Vetëm ashtu është i drejtë në adrejtim. Zoti i përgjigjet Salomonit se e ka kuptuar çka kishte në zemër të tij dhe se i ka pëlqyer kërkesa e tij. Salomoni nuk dëshiron të zëvendësohet me Zotin, por t'i shërbejë atij. Kronisti thekson këtu se Zoti e di çka ka në zemër të njeriu dhe se ka shumë rëndësi çka ka njeriu në zemër. Gjithçka në fakt fillon me atë që njeriu ka në zemër. Gjithçka fillon prej mendimeve, prej qëllimeve, prej ideve që ushqejnë qëllimet e mira të njeriu. Zoti vren se në zemër të Salomonit nuk ka as pasuri, as dëshirë për të pasur gjëra, as mendje të madhe, kështu po parafrazoj unë fjalët e Zotit që ja thot Salomonit, pra as burime financiare, as pasuri të patundshme, as pushtet ose reputacion profan, por Zoti vlerëson edhe diçka tjetër. I thot Zoti Salomonit se në lutjet e tij nuk ka as nefesh son eha, as jetën e armiqve. Salomoni nuk e kërkon. Salomoni nuk është lutur të hakmerret kundër armiqve, as jetë të gjatë nuk lyp Salomoni, por vetëm dije, vetëm urti. Dhe Zoti i premton se do t'i jap dije e urti, por edhe pasuri, edhe prona, edhe pushtet njerëzor. Salomonin do ta nderojnë të gjithë mbretërit e botës. Ai do të jetë i pasur, mbretëria e tij do të jetë shumë e fortë. Asnjë mbret tjetër në botë nuk do të mund të krahasohet me Davidin në këto aspekte, por kur themi me Davidin, e kemi fjalën edhe me Salomonin. Kur njeriu lutet me përvojtri e me zemër të sinqertë, Zoti i jep atij edhe ato që njeriu nuk ja kërkon. Na kujton kjo premtimin e Jezu Krishtit dhën apostujve te Ungjilli i Mateut, kapitulli 19, rresht 29. Kushdo që të lërë për dashuritë e emrit tim, shtëpi ose vëllezër ose motra, ose bab, ose nën, ose grua, ose fëmijë, ose ara, do të marrë 100 për 1 dhe do të fitoj jetën e pasosur. Si përfundim të këtij shpjegimi mund të japim 3 konkluzione teologjike. E para është se Zoti vlerëson lutjen e njeriu duke pasur si kriter çka ai ka në zemër. E kemi lexuar tek libri i parë i Samuelit kapitulli 16 rreshti 7, e lexojmë edhe tek libri i Kronikave kapitulli 28 rreshti 9. Zoti nuk shikon pamjen e jashtme, por çka njeriu ka në zemër. Së dyti, lutja duhet të jetë gjithmonë bujare, do të jetë për tjerë. Lutja nuk mund të jetë egoiste. Njeriu kur lutet mendon për tjerë, jo vetëm për vete, jo sidomos për vete. Dhe së fundi, Zoti jep shumë më shumë se sa i kërkon njeriu. Zoti është shumë bujar. Lexim për librit e 2 të Kronikave, kapitulli 3, rreshta 1 deri në 6. Atëherë, Salomoni e filloi ndërtimin e shtëpisë së Zotit në Jeruzalem, në malin Mori, që kishte qenë caktuar prej Davidit, babait e tij. Por në atë vend që Davidi kishte bërë gati, në lemën e Ornan Jubiseut. Ndërtimin e filloi në muajin e 2 të vitit të 4 të mbretërimit të vet. Dhe ja,
Masa që i caktoi Salomoni për ndërtimin e shtëpisë së hyjet, qasësia 60 kute. Në kutët të moqme, kurse gjerësia 20 kute. Tremja në ballë ishte e gjatë sipas gjerësisë së shtëpisë, 20 kute. I e lartë ishte 120 kute. Për brenda e praroi me ari të kulluar. Sallën e madhe e mbuloi me drasa bredhi dhe e veshi me palma ari të kulluara gjithkund. Në to, vendi palma dhe i gëshëtoi njëra me tjetër me vargje. Po ashtu, trullin e tempullit e shtroi me mermer shumë të çmuar dhe tej të bukur. Lexuam pra shkurtimisht se si Salomoni ndërtoi tempullin dhe dekorimet e tija. Tregohet si Salomoni filloi ndërtimin në mënyrë festive, duke ndjekur një projekt shumë konkret, por nuk harrohet Davidi, si zakonisht tek kronisti, edhe pse kishte vdekur Davidi. E kishte filluar procesin ai, por i kishte duart e përgjakura e mbani mend, Salomoni ndjek thjesht rrugën e tij dhe ndjek me besnikëri, rrugën e babait të vet. Ndërtimi noll Behar Moria në malin Moria. Ky përcaktim i vendit nuk gjendet tek libri i parë i mbretërve. Emri Moria shfaqet vetëm dy herë në Beslidhen e vjetër. Për të parën herë e gjejmë tek libri Zanafils kapitulli 22 rreshti 2, është vendi ku Zoti i thot Abrahamit, Lech lecha el Eretz Moria, shko në tokën Moria, atje ai do të flionte Izakun djalin e vet. E gjejmë për dytin herë pra këto te libri 2 i kronikave, kapitulli 3 rreshti i parë, e gjejmë emrin Moria si vend ku do të ndërtohet tempulli. Sipas kronistit, vendi ku flihet Izaku është vendi i shenjtënores, hyjnore. Flimi i Izakut themelohet në besimin e Abrahamit. Atë vlerë ka ndërtimi i tempullit, themelohet në fe dhe favorizon fen e popullit të Zotit. Moria është vendi ku Zoti i është duk Davidit, është vendi ku ndodhej lëma e Arnanit, e mani mend që e kemi përmendur te libri i parë i kronikave, kapitulli 21 rreshtat 18-27, është tokë e blerë me drejtësi, është pjesë e traditës davidike, e ka blerë Davidi vetë atë tokë. Ka tipare ka vendi ku ndërtohet tempulli, hyn në traditën e Abrahamit, përmes emrit Moria, përmendet se si Zoti është dukur Davidit, tregon se si ka mundsuar blerjen e asaj toke me provanin e tij, duke paraparë se aty do të ndërtohej tempulli dhe atëra kjo në tempullin e Jerusalemit. Kështu Jerusalemi me rëndësinë e veçantë bëhet kryeqytet i Izraelit, por në këtë kuptim të sjellë bëhet qendra e botës. Ndërtimi filloi diku në pranverë, siç lexuam, në vitin e 4 të mbretërimit të Salomonit, gjatësia e tempullit që 60 kut dhe gjerësia 20 kut. Një kut është afërsisht sa gjatësia e një brylit, e dorës deri në bryl. Kronisti dhe autori deuteronomistik paraqesin dimensionet e njëjta, i gjejmë te libri i parë i mbretërve kapitulli 6 rreshti 2, edhe këtu ku e lexuam, 16 herë 20 kut i bie dikun 30 metër i gjatë dhe 10 metër i gjerë, ndahet në 3 pjesë struktura e tempullit. Pjesa e parë është Ulam, ashtu quhet pjesa hyrëse, vendi nëpër cilin njerëzit hyjnë në tempull. E dyta është Hechal, është pjesa ku bëheshin lutjet, ku lexoheshin pjesë të shkrimit shenjtë, ku shpjegoheshin pjesë të shkrimit shenjtë, etj. Dhe pjesa e fundit ishte Dëvir, vendi ku ndodhet shenjti i shenjtërve, pra pjesa më e shenjtë e tempullit, ku sipas traditës vetëm kryeprifti mund të hynte vetëm një herë në vit për të stërpikur me gjakun e flisë atë pjesë të tempullit ditën e Jom Kipur. Por do të kemi rast, sidomos do të kemi raste ta shpjegojmë këtë element të rëndësishëm të logjik të tempullit kur flasim për librat e Ezrës dhe të Nehemis. Nuk po komentojmë këtë dimensionet e secilës prej këtyre 3 pjesëve kryesore të tempullit, por bën përshtypje theksimi se Salomoni e mbuloi tempullin me arë të pastër, Zahav Tahor në hebraisht, gjë që siç lexuam theksohet me forcë tek rreshtat 5-7, po i lexojmë edhe një herë. Sallën e madhe e mbuloi me dras brelli dhe veshi me pllaka ari të kulluar gjithkund. Në to glendi palma dhe i gërshëtoi njëra me tjetrën me vargje. Po ashtu trullin e tempullit e shtroi me mermer, shumë të çmueshëm dhe të bukur.
Me arin që ishte prej pervajimit, e veshi sallën, do më thanë muret, trat, praqet dhe dyert, në mure gdhendi kerubin. Ari në Bibël simbolizon hyjnin, simbolizon shenjtrinë e Zotit, sipas kësaj autori thekson se krejt tempullin e ka pushtuar prania e Zotit dhe shenjtria e tij. Por duke e pushtuar tempullin, Zoti në lavdin e vet mbështjell qytetin e shenjtë, por edhe botën mbar. Konfirmohet pra edhe një herë se tempulli i Jerusalemit dhe vetë qyteti i Jerusalemit janë vendet ku lavdia e Zotit shfaqet në shkëlqimin e vet me të madh. Lexim për librat e 2 të Kronikave, kapitulli 6, rreshta 4 deri në 9. Qoftë bekuar Zoti, hyj Izraelit, që e çoi në vend atë që me gojën e vet i tha Davidit, babai tim kur i premtoi. Qatë ditë kur nxora popullin tim prej Egjiptit, nuk zgjodha asnjë qytet për të gjitha fisëve të Izraelit, që në të punohet një shtëpi në ndir të emrit tim, dhe nuk zgjodha asnjë që të sundojnë mbi popullin tim Izraelin. Por zgjodha Jeruzalemin që emri im të banojë në të, dhe zgjodha Davidin të jetë në krye të popullit tim Izraelit. E kurim atë Davidi vendosi të ndërtoj një shtëpi me ndir të emrit të Zotit, hyj të Izraelit. Atëherë, Zoti i tha: vetë dëshira jote të ndërtosh një banesë të ndir të emrit tim, është një gjë e mirë që ke menduar ashtu. Por, ti nuk do të ma ndërtosh banesën, por në të vërtet, ndërtesë për të banuar emri im do të ndërtoj djali yt, ai që do të dalë prej Isaut. Sa po lexuam këtë pjesë të shkurt të fjalimit shumë të gjatë në fakt që Salomoni bën pas ceremonisë së kushtimit të tempullit. Pjesa që kemi lexuar merret prej pjesës së parë të fjalimit të tij. Për fatkeq nuk mund të lexojmë dhe të komentojmë gjithçka tek Lexo Biblën me ne. Për këtë arsye dhe ju ftojmë të lexoni vetë pjesë të caktuara biblike. Ne këtu zgjedhim vetëm disa lexime që ndoshta janë më emblematike të tregimeve, si në aspektin e historisë që tregojnë si në aspektin e teologjisë në të cilën bazohen. Jemi në kontekstin pas kapitullve 5 deri në 7 që tregojnë për transferimin e arkës së besëridhjes në tempull, këtë tregon kapitulli 5, dhe vendosjen e saj tek pjesa e tempullit që kemi quajtur shenjti i shenjtërve. Fjalimit që Salomoni bën te kapitulli 6 i përgjigjet Zoti me zjarr dhe me lavdi të veten te kapitulli 7 rreshtat 1 deri në 3. Rreshtat 4 deri në 9 që kemi lexuar prej librit të 2 të Kronikave, kapitulli 6 përbëjnë pra fillimin e fjalimit të mbretit Salomon. Bisedën e tij tek rreshti 4 ai e fillon me këto fjalë: qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit, që e çoi në vend atë që me gojën e vet i tha Davidit, babait tim, kur i premtoi. Qoftë bekuar Adonai, hyj i Izraelit. Baruch Adonai Elohei Israel në hebraisht. Salomoni fillon fjalimin e tij me lutje, me atë që në liturgji quajmë doksologji. Janë zakonisht fjalë që shprehin qartësisht se Zoti është më i madh e më i lavdishëm se gjithçka tjetër në botë. Çfarë ka bërë Zoti? Ai e ka kryer me dorë atë që ka premtuar me gojë. Tempulli konsiderohet prej Salomonit si vepër e Zotit, edhe pse ai vet e kishte ndërtuar. Sepse kur Zoti flet, ajo dhe bëhet. Këtë thekson krejt tradita biblike, por si ilustrim mund të lexojmë për shembull librin e Isaias kapitulli 55, rreshti 11. Është një rresht mjaft i njohur prej librit të Isaias profet. Kështu edhe fjala ime, thot profeti, që del prej gojës sime, por duke folur profeti patjetër se flet Zoti. Kështu edhe fjala ime që del prej gojës sime, s'do të kthehet tek unë pa fryt, pa pas kryer gjithçka me pëlqen dhe pa pas zbatuar atë për çka e nisa. Nuk ka shumë rëndësi ndërmjetësi që Zoti përdor për të kryer veprën e tij. Çdo vepër e shenjtë është vepër që Zoti e ka folur me gojë. Fjala e Zotit, pra përsërisim, është fjalë që krijon. Zoti ja kishte dhënë premtimin Davidit, Zoti nëpërmjet Salomonit e ka mbajtur atë premtim. Salomoni tek rreshti 5 kujton nxjerrjen e popullit nga Egjipti dhe bën këtë me fjalët e Zotit që përkujton një premtim që Zoti i ka bërë Davidit. Zoti ka thënë kështu me atë rast: që a ditë kur e nxora popullin tim prej Egjiptit, nuk zgjodha asnjë qytet prej të gjitha fisëve të Izraelit, që në të punohet një shtëpi në nder të emrit tim, dhe nuk zgjodha asnjë që të sundoj mbi popullin tim Izraelin. Dalja këtu është piknisje.
Historia e beslidhjes fillon me daljen nga Egjipti. Ndërtimi i tempullit është i lidhur ngushtë me historinë e lirimit nga skllavëria. Zoti ka zgjedhur Jerusalemin si vendin ku do të banojë emri i tij. Këtë koncept teologjik kemi gjetur edhe tek autori deuteronomistik, por japim disa citime. Kjo është një temë shumë e rëndësishme, për shembull tek Ligji për Trir kapitulli 12, rreshti 5 edhe rreshti 11, kapitulli 16, rreshti 2, rreshti 6, rreshti 11, këto në raste kur thuhet se në tempull banon emri i Zotit. Tempulli nuk është shtëpia e Zotit, si një vend fizik ku Zoti banon, sipas këtyre autorëve, edhe deuteronomistik, edhe kronistit, por është vendi ku banon emri i Zotit. Me këtë nënkuptohet se Zoti vet është i afrueshëm ndaj njeriut, sepse aty banon emri i tij. Prej kësaj teologjie të emrit të Zotit lind ideja e qiellit, si vend i banimit të Zotit. Tepër i madh është Zoti që ta përmbajë toka, aq më pak ta përmbajë tempullin ndërtuar me duart e njerëzve. Siç ka zgjedhur tempullin për banesë të emrit të vet, ashtu ka zgjedhur mbretin Davidin për t'i prirë popullit të vet. Kështu dhe zgjedhja e Davidit dhe pasardhësisë së tij në këtë aspekt bëhet ngjarje e shenjtë. Edhe Davidi kishte dashur ta ndërtonte tempullin. Kjo gjë ishte im levav David, në zemrën e Davidit. Prap përmendet zemra këtu, tregon një qëllim të sinqert që kishte Davidi. Nuk ishte qenë ambicie personale, ishte im levav David, pra nuk ishte ai qëllim ta ngriz veten. Këtë gjë Zoti e vlerëson sepse Zoti e di se kjo kishte qenë në zemrën e tij. Zoti vlerëson shumë çka njeriu ka në zemër. Këtë vlerësim të Zotit të lexojmë tek rreshta 8-9. Vetë dëshira jote të ndërtosh një banesë në nder të emrit tim është një gjë e mirë që ke menduar ashtu, por ti nuk do të më ndërtosh banesën, por në të vërtetë ndërtesën për të banuar emri im do të ndërtoj djali yt, ai që do të dalë prej ijes sate. Zoti i thot Davidit, ke bërë mirë që e kishe në zemër atë gjë. Zoti vlerëson pozitivisht orientimin e zemrës së mbretit. Ai këtë vlerëson shumë më shumë se punën e kryer. E kemi cekur këtë çështje sa herë në forma të ndryshme. Do të shohim se në këtë pikë do të kthej sa herë Jezusi në mësimet e tij. Zoti vlerëson dëshirën e drejtë edhe kur rrethanat nuk lejojnë ekzekutimin e asaj dëshire. Davidi nuk e ndërtoi tempullin, e kemi thënë, dhe për këtë kishte justifikim, sipas kronistit, sepse i kishte duart e përgjakura. E kemi shpjeguar tashmë këtë çështje, por vullneti i tij ishte i drejtë, Zoti e njeh dhe e vlerëson. Zoti i ka thënë Davidit se Salomoni do të ndërtonte tempullin dhe Davidi u ndalua dhe nuk e ndërtoi tempullin. Nuk pati pra ambicie personale, këtë vërtetoi edhe me fakte, deshi vetëm të shërbej, ta dëgjoj Zotin. Zoti këtë e vlerëson posaçërisht. Zoti vlerëson bindjen e njeriut, ku njeriu i bindet me gjithë zemër. Nga ana teologjike kemi filluar të vlerësojmë mësimin e autorit të librave të parë të dy të kronikave. Sipas tij është esenciale ta kemi zemrën e mirë, të vërtetë, të sinqertë dhe t'i besohemi mirësisë së Zotit. Rezultati i vërtetë i njeriut konsiston jo në sa shumë vepra ka bërë, por në sa shumë i ka ndaj Zotit besnik. Besnikëria ndaj Zotit ndonjëherë përkthehet në vepra të shumta të rëndësishme, pikërisht siç është ndërtimi i tempullit, që është një projekt shumë i shenjtë, por edhe ky projekt, si çdo gjë tjetër, do të jetë në favor të shenjtërimit të vetes, të tjerëve dhe të mbar botës, pa ambicie personale. Do të jetë vetëm shërbim dhe si i tillë shprehje dashurie për Zotin dhe për vëllezër. Në këtë pjesë të shkrimit të shenjtë, Salomoni shkon në takim me hyjin në tendën e ndërtuar nga Mojsiu, mbi kodrën e Gabaonit në Jeruzalim. Ai flijoi në emër të hyjit 1000 fli. Hyji, kur pa përkushtimin e Salomonit, ju dëftua atij dhe i tha që të lypte çfarëdo lloj gjëje. Salomoni, me një zemër të pastër, i kërkon hyjit që të jetë i urtë dhe i dijshëm, pasi populli i Zotit ishte shumë i madh dhe kishte nevojë të udhëhiqej nga një njeri i ditur dhe i urtë. Kur Zoti dëgjoi këto dy kërkesa dhe pas se Salomoni nuk kërkoi pasuri apo pushtet si mbretërit e tjerë, i tha atij se do t'i plotësonte dëshirën dhe do ta bënte më të pasur se të gjithë mbretërit e kohës dhe më të lavdishëm i të gjitha kohërave. Askush nga mbretërit e mëparshëm apo të mëvonshëm nuk do të ishte i ngjashëm me të. Salomoni vendos që të ndërtojë një tempull të madh për Zotin. I vetëdijshëm se Zoti është më i madh se çdo ndërtesë,
Ai dëshiron të ndërtojë këtë tempull në mënyrë që njerëzit të mund të bënin fli dhe t'i luteshin Zotit të Izraelit. Salomoni i kërkon ndihmë mbretit Hiram që ta ndihmojë në ngritjen e këtij tempulli madhështor. Edhe ne në përditshmëri nuk mund të bëjmë dot asgjë të vetëm. Është e rëndësishme që gjithmonë të bashkëpunojmë me të tjerët në mënyrë që të arrijmë të realizojmë vepra të mira për hyn. Mbreti Hiram pranon të ndihmojë Salomonin në këtë vepër kaq madhështore. Atëherë Salomoni mblodhi të gjithë ndacaket dhe i caktoi atyre detyra të ndryshme. Në vendin ku Zoti i ishte shfaqur Davidit, mbi malin Mori, filloi ndërtimin e tempullit. Tempullin e hyjit, Salomoni ndërtoi me materiale të çmuara: ar, argjend, drubredhi, mermer shumë të çmuar, me gdhendje dhe zbukurime nga më të bukurat. Vendi mbulohet me ar dhe zbukurohet me figura kirubinësh dhe duken sikur ata janë zënë krah për krah me njëri tjetrin. Salomoni tregon përkushtim në ndërtimin e tempullit të Zotit, duke përdorur materialet nga më të çmuarat dhe duke mos kërcyer asgjë me vlerë toksore. Në hyrje të tempullit, Salomoni vendosi edhe 2 shtylla të bronzta, shumë të larta, njërin e quajti Jakin dhe tjetrën Bos. Ashtu si Salomoni, edhe ne nuk duhet të jemi të lidhur pas të mirave apo pasurive toksore. Ajo që ka më shumë rëndësi është raporti ynë me hyn dhe të mirat shpirtërore. Salomoni ndërtoi një altar prej bronzi për të bërë flijime dhe një det prej bronzi në formën e një ene të madhe që qëndronte mbi kurrizin e 12 demave, të vendosur 3 nga 3 sipas drejtimeve të horizontit, për pastrimin e priftërimve. Ai ndërtoi vaska, tryeza, shandan për shërbesat në tempull. Tempulli zbukurohet me punime ari, argjendi dhe bronzi. Punimet prej bronzi bëheshin nga mjeshtri Huram. Gjithçka u ndërtuan me rregull dhe kujdes, dhe me përkushtim për atë tempull që do të shërbente për adhurimin e Zotit. Gjithçka Davidi kishte kushtuar Zotit, Salomoni ja kushtoi Zotit në këtë tempull. Pasi të gjithë krerët e Izraelit u bashkuan, Arka e Beslidhjes u mor nga mali Sion dhe duke u mbajtur nga levitët, u çua në tempullin e Zotit. Të panumurta ishin flit që u kushtuan Zotit deri në momentin kur Arka e Beslidhjes u vendos brenda tempullit, poshtë krave të kerubinëve. Askush nuk mund ta shihte arkën nga jashtë. Brenda arkës gjendeshin 2 rasa që Mojsiu kishte vendosur aty në malin e Sinait. Priftërinë së bashku me levitët fillojnë të ngrejnë lavdë e hyjit, duke kënduar me trumbeta e këngë lavdërimi. Lavdia e hyjit zbriti mbi tempullin në formën e një reje. Ky tempull nuk ishte thjesht një vend i ndërtuar me soli nga më të çmuarat, por ishte tempulli ku prania e hyjit do të ishte e dukshme. Edhe ne të krishterët jemi tempull të pranisë së hyjit. Çdo i krishterë duhet të bëhet i dukshëm me gjithë qenin e vet dhe të jetë gjithmonë në shërbim të tjerëve. Çdo i krishterë duhet të rezatojë pasurinë dhe pastërtinë që mban brenda vetes, pasi te secili prej tyre banon shpirti i shenjtë. Tempulli i Zotit u ndërtua në Jeruzalem, sikurse Zoti i kishte premtuar Davidit. Tempulli do të ndërtohej nga biri i Davidit dhe hyji do të banonte në të. Salomoni e falenderoi hyjin që i lejoi të ndërtonte tempullin. Salomoni bie në gjunjë dhe fillon të lutet. I lutet Zotit duke i njohur atë si Zotin e vetëm të qiellit dhe të tokës. Edhe pse madhështia e tij nuk përmbahet dot nga qiejt, ai i lutet Zotit të jetë gjithmonë i pranishëm në këtë tempull të shenjtë. Salomoni vën në dukje besnikërinë, mëshirën dhe mbajtjen e premtimeve që Zoti ka për popullin e vet. Salomoni lutet që hyji të mos largohet asnjë nga populli i Izraelit, dhe sikurse ka qenë gjithmonë në krah të Davidit, të vazhdojë të jetë në krah të tij dhe pasardhësve të tij. Tempulli nuk do të ishte vetëm një vend flijimesh, por do të ishte një vend lutjesh, për faljen e mëkateve, për mbrojtjen nga armiqt, për mbrojtje nga vështirësitë e jetës dhe një vend pritje për zemrat e penduara. Salomoni i përgjëroi të hyjit që të pranojë lutjet edhe të huajve që nuk i përkisnin popullit të Izraelit, por që njihnin atë si shpëtimtarin e tyre të vetëm, në mënyrë që edhe të huajt të nderojnë emrin e Zotit në të gjithë botën. Tempulli i hyjit duhet të jetë një vend adhurimi dhe lutje, ku Zoti dëgjon ata që i drejtojnë me besim dhe pendim. Zoti i shfaqet Salomonit, duke i premtuar se ai do të jetë gjithmonë i pranishëm, dhe do të dëgjojë me vëmendje të gjitha uratat që populli i Izraelit do t'i drejtojë atij. Ky i premton Salomonit se prej tij do të lindin pasardhësit e tjerë, por ai kërkon besnikëri që i vetmi Zot që do të adhurohej do të ishte vetëm ai. Në të kundërt, fatkeqësi të mëdha do të binin mbi ata që e tradhtonin apo i luteshin hyjnive të tjera. Të njëjtën gjë, hyi na kërkon edhe ne, të
të jemi besnik të fjalës së tij, të mos kujtohemi për të vetëm në momentet kur kemi nevojë, por të jemi falënderues ndaj të mirave që kemi marrë dhe me zemër të përulur në momentin kur gabojmë. Salomoni vazhdoi të forcojë pushtetin e vet, duke forcuar qytetet e duke ndërtuar qytete të reja. Por edhe pse fuqia dhe pasuria e tij ishte e madhe, ai nuk harroi të respektojë rregullat e adhurimit të tempullit. Ai vazhdoi të jepte rëndësi adhurimit të Zotit në tempull, edhe pse i kaloi të gjithë mbretërit e tjerë në pasuri dhe urtësi. Të dyja këto ishin dhuratë nga Zoti. Të gjithë mbretërit e tjerë kishin dëshirë të dëgjonin nga urtia e tij. Mbretëresha e Sabës shkoi ta takoi, por edhe pse e provokoi me pyetje nga më të ndryshmet, ajo mrekullua nga besnikëria dhe përkushtimi që Salomoni kishte për hyrje. Mrekulluar nga ajo që pa dhe dëgjoi, ajo vendosi të jepte shumë dhurata, duke lavdëruar Perëndin që ka vendosur Salomonin mbret. Të njëjtin gjë bënin edhe mbretërit e tjerë, duke çuar dhurata nga më të ndryshmet, si ar, argjend, pëlura të çmuara apo erza të veçanta. Salomoni mbretëroi mbi bar Izraelin mbi 40 vjet dhe më pas pushoi me etrit e vet. Në vend të tij u bë mbret Roboami. Populli i Izraelit i kërkoi Roboamit që të ulte taksa që mbreti Salomon kishte vendosur për ta. Edhe pse pleqt e këshillojnë Roboamit të sillet butë me popullin, ai dëgjon këshillën e të rinjve dhe i përgjigjet ashpër popullit të tij. 10 fiset e Izraelit rebelohen dhe ndahen nga Juda. 10 fiset vendosën që mbreti i Izraelit jetë Jeroboami, i kthyer nga Egjipti, ndërsa Roboami mbetet mbret i Judës. Një udhëheq si vërtet është ai që dëgjon këshillat e mençura dhe di të tregojë për ulësi. Krenaria dhe ashpërsia nuk sjell tjetër veç urrëtie dhe përçarje. Ndarja në dy mbretëri ishte diçka e dëshiruar nga Zoti. Edhe pse Roboami u përgatit për të luftuar popullin e Izraelit, Zoti çoi fjalë dhe ndaloi atë të luftonte vëllezërit e vet. Roboami ju bin fjalës së Zotit dhe filloi të forcojë qytetet e Judës. Prifterin dhe levitët të shpërndarë në të gjitha anët e Izraelit shkuan në Judë, pasi aty gjendej tempulli i Zotit. Edhe shumë izraelit që donin të adhuronin Zotin, sipas besimit të etërve të tyre, shkuan në Jeruzalem. Nga të gjithë djemtë dhe vajzat, mbreti Roboam zgjodhi Abijaun si trashëgimtar, ndërsa djemtë e tjerë i shpërndau nëpër Jude. Pas 3 vitesh mbretërie dhe pasi forcoi qytetet e veta, Roboami filloi të mos i bindej më Zotit. Në vitin e 5 të mbretërimit, mbretëria e tij sulmoi nga mbreti i Egjiptit, Sesaku, i cili shkatërroi qytetet të tëra të Judes dhe po i afroi Jeruzalemit. Pasi Zoti çoi fjalë Roboamit nëpërmjet profetit Semeja, që të ndryshonte qëndrimin e tij dhe të ishte i bindur ndaj fjalës së Zotit, Roboami pendohet thellë dhe ndjen gabimin e bërë. Ai e pranon se Zoti është i drejtë dhe vetmja mbrojtje për njeriu është vetëm Zoti. Kur Perëndia sheh se Roboami ishte penduar me të vërtetë, ndalon zemërimin e vet, por i le ata që të jenë zgjedhur në Egjiptit, që të kuptojnë dallimin midis shërbimit ndaj Zotit dhe shërbimit ndaj mbretërve të tjerë. Sesaku merr thesaret e tempullit dhe të pallatit mbretëror, e Roboami zvendëson thesaret me mburoja për bronzi. Abijau përgatit për të luftuar Jeroboamin. Ai mbajti një fjalim duke i kujtuar popullit Izraelit që të mos luftonin kundër shtëpisë Davidit. Sepse ushtria e Jeroboamit ishte 2 fish më e madhe se ajo e Abijaut, kjo ushtri e vogël e Abijaut do të fitonte, sepse kishte mbrojtje dhe fuqinë e Zotit. Sa ushtria e Jeroboamit nuk i shërbente më Zotit vet, por zotrave të tjerë. Jeroboami i ngriti një prit ushtrisë Judës, por kur ushtria kërkoi ndihmën e Zotit, frika pushtoi zemrën e Jeroboamit dhe të njerëzve të tij. Shumë qytetet e Jeroboamit ranë në duart e judenjve. Zoti dha fitoren Judës, ndërsa ushtria e Izraelit pësoi humbje të mëdha, duke dobësuar mbretërinë e Jeroboamit. Është besimi në Zotin ai që sjell fitore. Abijau la si trashëgimtar Asën. Asa ju bind fjalës së Zotit dhe i bëri thirrje popullit të Judës dhe të Izraelit të kthente besimin tek Zoti, tek hyji i jetërve të vet. Gjatë mbretërimit të vet, ai shkatërroi kultet e idhujtarisë, zhduku zotrat e huaj, zbatoi ligjin e Zotit dhe urdhërimet e tij. Etiopianët, me 1 milion luftëtarë, sulmuan Juden. Edhe pse ushtria e Judës ishte e vogël në numër, ajo u përball me etiopianët. Para 2 luftimit, ushtria e Judës kërkoi ndihmë nga Zoti dhe frikë e madhe pushtoi kundërshtarët e vet. Asa i lutet Zotit duke pranuar se fitoria vjen vetëm prej Zotit dhe nuk varet nga forca njerëzore. Besnikëria ndaj Perëndisë, largimi nga idhujtaria dhe besimi që kemi tek ai sjellin paqe
forcë dhe ndihmë, edhe përpara sfidave që janë të panumërta. Asa shkatëroi të gjithë idhujt, i hoqi titullin e nënës së tij si mbretëresh, pasi ajo kishte ndërtuar një idhull të vetin. Zemra e Asës u mbush me gëzim kur dëgjoi fjalët që Zoti i kishte dërguar nëpërmjet profetit Azari. Sa ata do të kërkonin Zotin, Zoti do të ishte gjithmonë me ta. Por nëse ata do të braktisnin atë, atëherë edhe Zoti do t'i braktiste. I gjithë populli hyn në një beslidhje për të kërkuar Zotin me gjithë zemër e me gjithë shpirt. Ata janë të vetëdijshëm se fuqia është vetëm tek Zoti, i cili jep atyre paqe dhe gëzim. Kush është besnik hyjit, kush pendohet me gjithë zemër dhe kthehet tek Zoti, ai fiton forcë, paqe dhe bekim. E kush largohet prej tij dhe beson në zotëra të tjerë, nuk mbjell gjë tjetër veç se përçarje dhe humbjen e vet. Asa çoi në tempullin e Zotit gjithçka kishte kushtuar babai i tij. Çoi arr, argjend e shumën të çmuara. Baasa, mbreti i Izraelit, sulmoi Juden. Të radhë Asa, në vend që të kishte besim tek Zoti, kërkoi ndihmën e mbretit të Siris, duke i çuar atij thesaret e tempullit dhe të pallatit. Kur profeti Hanani i kujtoi atij fitoret ndaj ushtrisë së Etiopis dhe fitoren ndaj Izraelit, ishte numri të madh të luftëtarëve që kishin këto ushtri kundërshtare, dhe i tregoi se ai këtë fitore kishte vetëm me ndihmën e Zotit, Asa u idhërua dhe e burgosi atë. Asa u sëmur shumë, por megjithse i sëmur, ai nuk kërkoi ndihmën e Zotit. Gjithçka i mbështeti tek aftësia e mjekëve. Asa vdiq dhe u varos në varrin që kishte hapur vetë. Çfarë mund të bëjë njeriu i vetëm me fuqinë e vet, pa ndihmën e Zotit? Çfarë mund të arrijë ai pa u mbështetur te krijuesi dhe udhëruesi i tij? Të vetmet gjëra që kërkon Zoti janë besnikëria, përkushtimi, besimi, mirënjohja dhe përulja, me një zemër të pastër. Jozafati biri i Asës besoi në Zotin, dhe Zoti i dha atij pushtet. Besimi i Jozafatit ishte si besimi i babait të tij në vitet e para të mbretërimit. Ai ndoqi rrugën sipas ardhës së Davidit dhe kërkoi Zotin e etërve të tij. Ai çoi levit në çdo anë të Judes, që të mund t'i mësonte popullit ligjit e Perëndisë, dhe droja ndaj Zotit dhe besimi në të u porap në gjithë Juden. Jozafati u lidh me familjen e Akabit, mbretit të Izraelit. Ai kërkoi Jozafatit të bashkohej në luftë kundër mbretit të Siris, por Jozafati i kërkoi atij të pyeste Zotin. Pasi u mblodhën 400 profetë dhe u pyetën se çfarë parashikon Zoti për luftën që do të zhvillojë, profetët, të ndikuar nga shpirti i gënjeshtës që Zoti kishte vendosur në ta, të gjithë një zëri shprehnin se lufta do të fitojë. I vetmi profet, i cili nuk ishte i pranishëm në atë moment, ishte profeti Mikea. Kur Jozafati kërkoi Akabit të dëgjonin edhe profetin Mikea, Akabi i tha se nuk i pëlqente, pasi ky profeti thoshte gjithmonë gjëra që nuk i pëlqenin. Profeti Mikea dhe i foli se nga kjo luftë ai nuk do kthehej i gjallë, Akabi u ligështua dhe urdhëroi ushtarët e tij që ta burgosnin. Sa herë nuk na pëlqen të dëgjojmë kritikat, mendimat ndryshe, propozimet e reja. Sa herë preferojmë të kemi rreth vetes servilët, lekatarët, ata që na ngrejnë lavde dhe nuk kanë guxim të kundërshtojnë. Sa herë drejtuesit e qeverive, institucioneve, qofshin këto fetare apo publike, besojnë të pavërtetat që i thuajnë dhe largohen nga realiteti i jetës dhe nevojat e njerëzve. Veshëtan pëlqejnë lavdërimet e gënjeshtëta, kurse kritikat e kanë të vështirë të dëgjojnë. Kjo ndodh nëse nuk vijemi në dëgjim të drejtë të fjalës së hyjit, nëse nuk kemi besim tek fjala e tij dhe nuk jemi të hapur të pranojmë gabimet tona me dëshirën për t'i ndrequr ato. Akabi vritet gjatë dy luftimit me sirianët, ndërsa Jozafati, pasi kërkoi ndihmën e Zotit, arriti të shpëtojë dhe u kthye në Jeruzalem. Nga aty doli përsëri për të kthyer njerëzit tek Zoti. Caktoi gjykatës në qytete dhe i urdhëroi atyre të veprojnë me frikën e Perëndisë. Në krye të gjykimit vendosi kryepriftin Amaria për çështjet e Zotit dhe Zabadian për çështjet e mbretit. Mbretëria e Jozafatit u kërcënua në luftë nga bijtë e Moabit, bijtë e Amonit dhe Maonitët. Ushtria ishte aq e madhe sa që trembi të gjithë Judën, por Jozafati, edhe pse i frikësuar, ju drejtua Zotit dhe i kërkoi ndihmë atij. Ai e dinte se vetëm Zoti mund të shpëtonte Judën dhe për këtë urdhëroi që populli i Judës të argjironte dhe t'i lutaj Zotit. Zoti ju përgjigj dhe u thotë mos ken frikë, sepse betejë përket Zotit, të gjithë ranë në gjunjë dhe në adhurim ndaj Perëndisë. Në krye të ushtrisë së Jozafatit u vendosën këngëtar, të cilët këndonin lavde për hyjin dhe lavdëronin atë me gëzim. Zoti bëri që ushtria kundërshtare të luftonte me njëri tjetrin dhe askush nuk mundi të shpëtojë. Edhe ne përballemi me situata të cilat na duken të pamundura për të fituar. Situata në të cilat na bëjnë të humbasim qetësinë dhe të bazojmë gjithçka në aftësitë dhe mundësitë njerëzore.
veprimi i Jozafatit, na kujtojnë që ne në momentet vështira nuk duhet të ecim me vetëm, por duhet t'i drejtojmë syt nga Zoti, dhe duke qenë me të, çdo vështirësi bëhet më e lehtë dhe askush nuk mund të na mundë nëse jemi në udhën e tij. Jorami, biri i Jozafatit, pasi mori mbretërinë për të forcuar pushtetin e vet, vrau të gjithë vëllezërit e vet dhe filloi të sillej shumë herë mëkese mbretërit e tjerë të këqij. Ai filloi të ngrer kulte mbi malet e Judes, të cilat e largonin popullin nga Zoti. Zoti çoi fjalë nëpërmjet profetit Eli, duke i treguar rrugën e keqe që ai kishte marrë dhe dënimin që do të kishte me një sëmundje të gjallë dhe të pashurueshme. Jorami u godit nga një sëmundje e rëndë e zorëve dhe pas një vuajtje të gjatë ai vdiq. Ndryshe nga ajo që populli bënte me mbretërit e tjerë, mbreti Joram nuk respektua dhe nuk u nderua nga populli i tij. Ai nuk u varros së bashku me mbretërit e tjerë në qytetin e Davidit. Pushteti, pasuria nuk mund të zvendësojë asnjëherë bindje ndaj hyjit. Çdo veprim i keq sjell edhe pasoja. Ozia ishte pasardhë si Joramit, edhe ai bëri keq në sytë e Zotit. Nëna e tij ndikoi keq mbi të. Këshillat e familjes së Akabit bëjnë që ai të bashkojë në luftë kundër Sirisë. Ozia vritet dhe mbretërimi i tij përfundon shumë shpejt. Ti, kur pas se djali u vra, vendosi të shfaros të gjithë pasardhësit mbretëror të fisit të Judës. Vetëm Joasi arriti të shpëtohet pasi halla e tij e mbajti të fshehur në tempull për 6 vjet. Na ndikojnë persona të cilët pranojnë të qëndrojnë pranë nesh. Ndikimi i këtyre personave na ofrojnë ose na largojnë nga Zoti. Edhe Ozia kishte mundësinë të ndiqte udhën e Zotit, por i ndikuar nga persona që e rrethonin, edhe vendimet që mori e quan atë drejt shkatërimit. Trifti Joada i bashkohet popullit të Judës dhe të gjithë së bashku shpallin mbretin Joas, duke njohur atë si pasardhësin e shtëpisë së Davidit. Atalia, gjyshja e Joasit, e cila në atë kohë kishte marrë pushtetin, vritet. Jojada bën beslidhje mes vetes, mbretit dhe popullit, se do të jenë populli i Zotit. Këtë shkatëruan tempullin e Baalit, duke hedhur poshtë të gjithë idhujt dhe faltoret. Joasi u mor nga tempulli ku qëndronte dhe u vendos në thronin e tij mbretëror. Joasi u bë mbret në moshën 7 vjeçare. Prifti Jojada dhe Joasi bën atë që ishte drejt para Zotit, duke rindërtuar tempullin e Zotit, i cili prej kohësh ishte lënë pas dore. I gjithë populli kontribuoi sipas detyrimeve që ishin lënë në kohën e Mojsiut. Pas vdekjes së Jojadës, sjellja e Joasit ndryshon dhe ai fillon të adhurojë idhuj të tjerë. Kur i biri i Jojadës e qorton popullin për mëkatin e tij, me ordër të mbretit, ai vritet në oborrin e tempullit. Ushtria siriane mposhtë Judën dhe Joasi vritet nga shërbëtorët e tij për shkak të mëkateve dhe gjakun e derdhur. Jojada u nderua si një ndjekës i vërtet i udhës së Zotit dhe u varros së bashku me mbretërit e tjerë. Amasi, biri i Joasit, u bë mbret në moshën 25 vjeçare. Ai nuk jetoi plotësisht në besimin e Zotit. Gjithçka e besoi në fuqinë njerëzore. Edhe pse profetë ndryshëm e qortuan atë, duke thënë se vetëm Zoti mund të jepte atij fitoren e padiskutueshme, ai nuk i dëgjoi, por mori idhujt e Edomit dhe i adhuroi ata. Me mbretin e Izraelit, ai humb luftën dhe mbretëria e Judës pushtohet, ndërsa tempulli i Zotit bastiset. Asia vritet dhe varroset në qytetin e Davidit së bashku me etërit e vet. Ozia u bë mbret në moshën 16 vjeçare. Në fillimet e mbretërimit të tij, ai e dëgjonte Zotin dhe ndiqte udhën e tij. Edhe kështu, për vite me radhë, mbretëria e tij u fuqizua, duke fituar betejë e duke ngritur qytete. Por në momentin kur ai u bë i fuqishëm, krenaria e tij ngrihet dhe zemra e tij ngurtësohet. Edhe pse dinte shumë mirë se djegja e Temjanit ishte detyrë e priftërinjve, ai hyn në tempullin e Zotit dhe përpiqet të djegte Temjan, ndonse priftërinjtë e njoftuan që nuk mund ta bënte. Kur ai po ja kërrei se do ta diqte me çdo kusht Temjanin, një sëmundje e rëndë ra mbi të dhe i largohet, duke jetuar deri në vdekjen e tij, larg njerëzve dhe larg mbretërisë. Mbretërinë e tij e drejtoi Joatami, ndërsa i vdiq dhe u varros së bashku me etërit e tij. Joatami mbretëroi për një periudhë 16 vjeçare. Edhe pse populli filloi të largohej nga Zoti, Joatami vazhdoi të ndiqte udhën e tij, duke dëgjuar fjalën e Zotit dhe duke u bindur atij. Sukseset dhe arritjet nuk duhet të na largojnë nga Zoti. Jemi të ftuar të gjithë të kthejmë kokën dhe të shohim se çfarë Zoti ka bërë me jetën tonë, duke e falendëruar atë për çdo çast, që ai na ka qëndruar pranë dhe nuk është larguar. Shkojmë në kishë për t'ju lutur Zotit, apo kur kryejmë një veprim në përditshmëri, nuk duhet ta bëjmë për hatër të dikujt, por duhet ta bëjmë për nder dhe lavdi të emrit të Zotit.
Mund të bëjë njeriu nëse nuk kërkon Zotin me gjithë zemër? Gjithçka njeriu fiton gjatë një betaje, vetëm me forcat e veta, është një fitore e shkurtër që bie shpejt, ndërsa fitoret e marra me hyje në krah janë jetë gjata deri në përjetësi. Besimi i gjithsecilit prej nesh nuk duhet të matet me atë çka të tjerët bëjnë, por me atë që Zoti na flet dhe besnikirin, mirënjohjen që duhet të tregoj për të. Thesari të krishterit nuk është në tokë, por në qiell. Prandaj mendimet dhe uratat tona duhet drejtohen drejt vendit ku është thesari ynë. Kjo është detyra e bukur e njeriut, të lutet dhe të dashuroj. Lutja nuk është gjë tjetër veç se bashkimi me Zotin. Kur zemra e dikujt është e pastër dhe bashkuar me Zotin, ai kapet nga një ëmbëlsi dhe butësi e caktuar që pastrohet nga një dritë që përhapet misteriozisht rreth tij. Këtë bashkimin tim, Zoti dhe shpirti janë si dy copa dylli të shkrira së bashku, të cilat askush nuk mund t'i ndajë. Në takimin e ardhshëm Lexo Biblën me ne do të përfundojmë leximin e librit të 2 të Kronikave. Do të lexojmë herën e ardhshme pjesë prej kapitujve 28 deri në 36 të librit të 2 të Kronikave. Nëse doni, hidheni një sy se do të kuptoni më mirë si leximin, si shpjegimet. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Për sot, Zoti ju bekoftë të gjithëve.